Pra, narcisisti është ai personi që del përpara pasqyrës dhe thotë sa i bukur, sa i mirë, sa i zgjuar jam unë. Pra, që pëlqen ka një vetëvlerësim për veten e vet. Altin Numani ka qenë një drejtues prokurorie, një prokuror, sot është një prokuror si 19 prokurorët e tjerë të asaj prokurorie. Sikush nga ana profesionale, dikush është më mirë, dikush është më pak i mirë, se kjo është dhe çështje karakteriale mënyrës se si e bën ti punë. Ktu nuk mund të jemi të njëjtë një lloj. Por unë mendoj domethënë që Altin Numani ka qenë një nga drejtuesi më të mirë, është një nga prokurorët më të mirë. Është miti që i kemi ngritur ne Altin Numanit. Është një lloj miti të cilin domethënë sot ai do duhet ta mbar, ai e mbar me qejf më. Besoj këtë si histori, por është një lloj miti për cilin domethënë puna nuk e tregon ose nuk i shkon po ta bësh krahasimi midis asaj për cilin ne e kemi ngritur dhe asaj për cilin ai ka bërë. Ka ngritur gjykim për Ilir Metën. Po. Për mua Ilir Meta nga ana le të themi njerëzore apo nga imazhi publik mund të jetë një nga njerëzit më të korruptuar në Shqipëri. Po. Më të korruptuar them unë është perceptimi publik. Perceptimi publik për të është njëri shumë i korruptuar. Me aq sa unë kam parë në atë dosje ose me aq sa kam biseduar me avokatët e tij me atë, Ilir Meta nuk ka, prokuroria nuk ka as edhe një provë të rëndësishme për procesin e Ilir Metës, asnjë. E heton proces dia një vepër e cila ka 10 vjet, 15 vjet që kam përfunduar, se po flasim për vitin 2010. Po. Okay? Pra u bën 15 vjet, hetohet për lobimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që ne e dim shumë mirë që lobimin e firmon sekretari i përgjithshëm. Dhe sot do të ishte aty të pyetesh Indrit Ibrahim Llari, jo Ilir Meta. Po. Okej? Dhe hetohet për karta bankare të cilat janë përdorur kryemadhi. Dhe vetë kryemadhi thotë i kanë përdorur Roma, si ka përdorur ky. Kam hedhur firmën numër, si ka hedhur firmën ky. Atë për çfarë po e marr në burg ti këtë? Aty emri parë është i prokurorisë së tillë Llapi dhe i ka futur edhe si tangente emrin Altin Dumani. Pse? Se ka qef ky vëlla ti gjithandaj. Se kjo ishte pyetja pra. Ka qef ky. Ka futur emrin. Ka futur emrin që ti jetë aty ky. Ky duhet të jetë edhe tek Ilir Meta, ky duhet të jetë edhe tek Erion Veliaj, ky duhet të jetë bilet Erion Veliaj. Ja kemi ngritur gjithë narrativën Olzdados, ndërkohë që ai personi që flet aty është që flet me një gjuhë vulgare që nuk i shkon. Një prokurori është pikërisht Altin Dumani më, nuk është Olzdado. Ai që flet aty, këtë do ta bësh kështu e këtë tjetër do t'ja bësh ashtu, për Erion Veliajin. E kuptoj. Pra ky është futur në të gjitha çështjet. Dhe një herë tjetër, ne kemi ngritur mitin e Altin Dumanit. Por është shumë larg të qenit ai për cilin neve kemi folur. Se po t'ishte ky Altin Dumani, se tani më erdhën shtek fare, se më kujtua. Po, okay. Po si është mundur për ky Altin Dumani të tallet me Shqipërinë, me shqiptarët kur vjen puna tek çështja e Irina Gjokës më. Po do ta trajtojmë dhe atë. Ma bëj pyetje më vonë. Do ta bëj pyetjen vonë se e kam çështje atë. Mirë. Po kapi njëra tjetër këtë si seri. Do të kapi dhe çfarë ndodh? Se ne po diskutonim për spakun, po diskutonim për çështjen e provës, lartësinë që do duhet të jenë. Tani çfarë ka ndodhur? Gjykata e posaçme apelit ka nxjerr nga burgu 5 ish-zyrtarë të Bashkisë Tiranës. Pra, të cilët janë të pandehur në një prej faksioneve të dosjes 5D. Trupa gjykuese la në fuqi të vendimin e shkallës së parë, por ndryshoi masën e ekzekutimit të dënimit nga burg në shërbim prove dhe bëhet fjalë për Eglantina Azeri, e cila ka qenë ish drejtoresha Tirana Parking, Enkelida Qyta, Bruno Koçi, Riviola Baça dhe Kristo Zhulati. Ndërkohë, një vit më parë, domethënë vitin e kaluar, u lirua dhe në arrest shtëpie Doli Redimolla, një ish drejtor, po ashtu edhe këtë vit Taulant Tushe. Edhe ky një ish drejtor, kam përshtypjen një ish drejtori ujësjellësit në Tiranë, për të qenë korrekt dhe ky me arrest shtëpie. Një dosje shumë e madhe, po ta dëgjojmë artikullimin e opozitës avokate, kemi kujtuar 5D, një gjë shumë e madhe, por çfarë ka ndodhur kjo është fry komplet. Një punë e dobët e spakut, apo një gjykatë e cila vlerësoi drejt që këta do duheshin liruar. Si më arsyeton? Në të dy rastet ka. Aty ka debat si për njëri tjetër. Kjo është fiks si gjitha dosjet e tjera, dhe ajo incineratorë po duhesh, dhe ajo evangjyritak ose gjë. Ajo është preja unë bërës mali dhe polli 1000. Pra, krijuam atë perceptimin popullor këtu, gjëmoni që kemi të bëjmë me një dosje shumë të madhe, të rëndësishme, korruptive, por në fund pasaj
të gjithë persona për të cilët domethënë deri dje i atribuoni një vepra penale korrupsion të qenësishëm në vlera të larta monetare, kur flitet për PSD për shembull, dhe për procedurat e nderimit të cilat shkonin 100% në xhepat e këtyre personave, sot ata janë të lirë, nuk kanë asnjë lloj problematike. Pra është kaq e thjeshtë është historia këtu, është vjedh vlla se në fund ditës do bësh ca ditë burg dhe mirëpafshim. Po ç'është histori kështu tani? Sepse këtu ka dy gjëra për të cilat domethënë jo vetëm unë, por edhe shumë juristë tjerë, para sa jemi dëgjuar, këtu ka një problematikë shumë të madhe tek neni 248 i Kodit Penal, shpërdorimi i detyrës. Pse? Sepse shpërdorimi i detyrës në Republikën e Shqipërisë është një vepër penale e cila e ka marzhin nga 1 e dënimit nga 1 deri në 7 vjet. Te ti kur ke një marzh dënimi kaq të madh, nga 1 deri në 7, atëherë kur fillojnë dhe bëjnë pazaret, se mos kujto se s'bëjnë pazare në drejtsinë e re shqiptare. Në spak dhe gjë kohë po thua. Kudo, vetëm dhe ngrit pazari. Pra nëse ishte me 7-8-10%, tani ka shkuar me 20 me 30%. Kudo. Nëse po flasim për këtë drejtsinë e re, po jo më shokuj. Shmëkese çka që janë. Dhe ti shkon aty, edhe nuk i kërkon 7 vjet veprën penale, për cilën parakon maksimumi, po kërkon 1. Dhe gjykata nëse ti si prokurori kërkon një vit dënim, në bazë kodit procedurës penale, për dënime të tilla janë të parashikuara dënime alternative, pra shërbim prove, detyrim paraqitje, punë në komunitet, çikares shtëpie, të zbuta me gjitha këto historira. Unë nuk kam parë që të shkoj spaku aty dhe thotë unë kërkoj 7 vite burg. Se ke parë mas një dosje këtë? Po një ma tregon 1. 7 vite burg. E dyta, që ka një problem shumë madh kjo. Dhe këtu duhet ishin bërë ato ndryshimet e kodit penal, se ka dhe një thagma ajo kodit penal, do ta them pas pak. Te ndryshimet e këtij kynen ose do duhet të rregulloheshe, që për mendimin tim do duhet të rregulloheshe. Si? Marzhi i dënimit këtu minimalisht, më i minimumi duhet të jetë 3 vjet. Pra po thotë deri në 7, ëh? Unë do thosha, unë do isha i kënaqur me 5. Pse them 5? Me qëllim që këta njerëz, nëse shpërdorin detyrën, mos kishin shans mos e provonin burgun. Se këta kanë përshtypjen s'kan bërë. Me kodin e procedurës penale, ku një vepër penale është e dënueshme pos 5 viteve, ekziston mundësia e masave lehtësuese, pra që ti të mos bësh burg. Okej. Kur ka dënim penal poshtë 5 viteve. Prandaj unë të them ty që për ta hequr këtë historinë, që këta njerëz të shpëtojnë pa bërë qoftë një ditë burgu, ti këtë vepër penale ke shumë të rëndësishme ta bësh 5 e lartë. Pra minimumi 5 vjet burg. Po nuk duan ta bëjnë 5, po pse bën 3 minimalisht? Pse se korrigjon këtë? Edhe e treta që është shumë e rëndësishme. Shpërdorimi i detyrës ta kanë shpjeguar edhe një herë tjetër. Është vepra më përtace. Nuk e rregulluan te ky kod i ri? Jo, se rregulluan. E lan siç ishte. Ashtu siç ishte. Është vepra përtace, është vepra penale e krijuar apostafat për prokurorin që të mos dalin nga zyra. Sepse në 99% të rasteve, shpërdorimi i detyrës është i barabartë me korrupsionin. Pse pyetje kisha këtë? Tani çdo më thon shpërdorim detyre. Po s'ka, mo ti kur ti shpërdoron një detyrë, pra ti ke për të më dhënë mua një shkresë, po e marr gjëra më banale të mundshme, jo tek paraja në vetvete. Po, kam një shkresë. Po ke një shkresë, të cilën kjo shkresa mua mund të më prodhoj benefite financiare. Ka japun ty këtë? Ti ma jep ose nuk ma jep këtë shkresë. Okej. Ma na ndalon ose ma lejon këtë shkresë. Nga ana tjetër mua më ka krijuar benefit financiar kjo. Ti ta nuk e vërteton dot në qoftë se nga benefiti financiar që unë kam fituar, ta kam dhënë ty apo jo. Se pastaj do kalim te korrupsioni. Por që këtu në këtë moment, fakti domethënë që ti nuk ma e ke krijuar, ke prodhuar një shkresë, do të thotë domethënë që ti ke krijuar një, le të themi, një dëm financiar, një dëm financiar, dëm ekonomik financiar më. Pra, si më thon, ti je kryetari i KVO-s, i Komisionit Investimit të Ofertave. Nuk ja ke dhënë tenderin Ardit me 100 lek, po ja ke dhënë Andit me 110 lek. Tani, ndërkohë që duhet ta kishte Nardi këtë. Ti ke krijuar një dëm financiar për 10 lekësh. Ky është shpërdorimi i detyrës. Tani prokurori ndoshta nuk e vërteton dot që këto 10 lek i ka marrë ti apo jo. Por ama ti ke krijuar një dëm qytetarit në rasti konkret. Dhe kur shikon tenderat që të gjithë merren në kokë, atë si mund të konsiderohet ky një shpërdorim detyre? Kaq i thjesht sa që të shkojnë aty, bëjnë pelegrinazh te 313 apo te burgu i Durrësit dhe pastaj dalin sikur s'ka ndodhur asnjë gjë.
Si është e mundur që u dal Katalan Tusha apo Redi Molla, ku është e vërtetuar sipas Pakut gjithmonë, ka të ciprisht që këta 90% të tenderave në Bashkinë e Tiranës i merrin kokë. I merrin ata i bënin krahun tjetër. Ata i jepnin, ata i bënin. Do i çonin te kompani? Atë si më është e mundur, domethënë që këta njerëz nuk është konfiskuar asgjë, se është problem i madh kjo. Nuk është konfiskuar asgjë. Mos e ngatrojnë sekuestrimin. Sekuestrimi është një gjë. Sekuestrimi është mas paraprake. Konfiskimi është ai që i kalon shtetit pronësinë. Edhe këtu ha debat shumë madh sepse edhe ku i konfiskojnë këta prap këta shkojnë i marrin ato, po gjithsesi kjo histori. Pyetje kam unë këtu. Në mbylljet vitit 2025, në mbylljet mandatit, ti Altin Dumani ka përshtypjen diku në nëntor raportoi për para vendit. Jo, po nuk do merrem me Dumanin, mos po merrem me Dumanin, po do merrem me tjetër gjë. Dhe thot, shiko se që nga viti 2023 vëm re një tendencë në rritje të veprës penale të korrupsionit në administratë që lidhet me tendrat dhe shpërdorimi detyrës. Tani, Spaku po godet, qa po ndodh tani se në vend që drejtësia e re ta ndërpres fenomenin e korrupsionit në administratë të shpërdorimit të detyrës, del thot rritet tani. Ç'është kjo alogjik, se është duke shumë alogjike kjo tani. Po kur të flet subkonscienca i them. Pra, nuk të flet arsyeja, logjika, po të flet subkonscienca, të flet ajo për cilën domethënë është në realitet. Pra, nëse është rritur korrupsioni, dhe kjo është fakt. Po, është rritur. Është fakt. Të thos Spaku. Kjo është fakt. Jo, është fakt. Atëherë do të thotë që ti s'ke punuar. Pra ti mos i rref gjoksin si dhe bën grop si vlonjatët. Dhe nga ana tjetër më thua mua domethënë që korrupsioni është shtuar. Për shkeljen e barazisë në tendrave, thot ai që e specifikon për shembull. Ti thotë është rritur shkelja e barazisë në tendra. Po ti çfarë procedure të shkeljes barazisë në tendra, çfarë procedure tenderimi e ke nisur dhe e ke hetuar nga A-ja te Z-ja? Një. E përveç llogaras dhe këto që filluan tani, po flas për ato të mëparshmet. Ma thuaj një. A i kishte incineratorët aty, por edhe i la që të shkonte domethënë të gjeli në një thel, tha. Dhe jo vetëm. Ti mjafton vetëm tendrat me flamur të kuq, që ti jep birni apo le të themi institucione të tjera të cilat open data. Kolegës Armida Braj. Po, vetëm ato të marrësh përpara sysh ti, s'ke nevojë me lëviz nga zyra, as do të rish lëviz nga zyra. Po, ja merrem me këto. Merrem me këto. Jo, ajo bën gati atyre. Po ti si është e mundëm, ti do më thuash mua që është në netim. Po ka më tragjedi shakespeariane se sa akshi më burr. Jashtëzakonshme më. Gjëja më jashtëzakonshme që mund të ndodhë këtij vendi. Lan çik qetësia, ç'a ndodhi aty? Po tani këtu është, domethënë këtu ka aq shumë gjëra, sa që e ke parasysh domethënë na ka trauma. E dyta, pastaj makineria mediatike e qeverisjes është e avatarshme. Arrin ta manipulojë ose ta adresojë debatin publik diku tjetër, të mos merret me thelbin e gjës. Është jashtëzakonshme. Çudi më bëri që Geron Meçi ai që u mori tender prap. Mori tender prap. Këtë tani. Po të bën çudi domethënë që kjo më bëri çudi vërtet. Sinqerisht, domethënë kjo realisht më bëri habie. Po pse të bëga çudi kjo, po nuk të bën çudi fakti që diella 3 ditë rrisë mure, 4 ditë bën punë, ose e kundërta. Nuk të bën kjo këtu? Pse të bën çudi fakti domethënë që gazetat e europiane, franceze apo gjermane shkruajnë për këtë diellën tonë, për këtë ministrën fatlume që kemi neve këtu. Pse të bën çudi kur ti flet sot me tatimet, me biznesin, sepse duhet punojnë ata ose të nderuar, se do të prodhojnë bilancin. Edhe hasin vështësitë e jashtëzakonshme të përdorin një Albanian. Po ku që ka kaq e mirë vëlla, pse pasimi ka shumë probleme ne? Do tash ti mendimin tim të t'jap unë mendim? Shiko, ne gjithmonë kur prodhojmë atëre. Unë pyetje di kam retorike sigurisht. Nëse do tash të them unë diçka se po më nxjerr pak PMV jo në rolin e moderatorit, gazetarit, mua më kujtohet 2019-2020 kohë incineratorëve, kur u angazhuan mediat edhe bashkitë për të prodhuar një sken surreale që nuk mblidhen mbetjet të andet e duan incineratorët. Atëherë, u prodhua problemi për gjetur zgjidhjen, po ta them unë tani, këtu nuk e kam thënë kurrë këtë, po e them. Dhe tjetra, po dhe këtu, a është çudi që të prodhojmë një problem për të gjetur zgjidhjen me më shumë para të tjera? Po sigurisht. Atëherë, se nuk doja ta bëja këtë, po
Më nxore pak nga roli avokat. Sigurisht që kjo është historia në pak fjalë dhe nuk ke nevojë domethënë që të shpikësh rrotën këtu. Jo, ajo është thjesht. S'pak kishte refuzuar. Okej, ke diçka për të thënë? Jo, kisha se harrova këtë çështjen e kodit penal. Për ato ndryshime që po pra se, domethënë, ky e thot në kuvend, po thotë që ke problem, ju e keni artikuluar si jurist orë 1 deri 7. Të gjithë u morën me parkimin dysh e po budalliqet kësaj historia. Ma ja, nuk është ajo çështja e. Ato ndryshimet e kodit penal që u bën në pa asnjë lloj debati në orën 3 natës përpara disa ditësh, thagmën e tyre e kanë të neni 28.7 e kodit penal. Ç'është ky nen tani? Atë, ky nen ishte neni që prodhonte proceduralitetin e atyre që konsideroshin spionët ose të penduarit e drejtësisë. Ma thjeshto pak tani për publikun. Nureddin Dumani është sot një nga bashkëpunëtorët e drejtësisë. Në momentin kur ai është bërë bashkëpunëtor i drejtësisë, për shkak të nenit 28.7 të kodit procedurës, të kodit penal, ky person përfiton ulje dënimi. Pra, se ti nuk bën marrëveshje me organin e akuzës pa pasur një lloj përfitimi, sepse do ta bësh një gjë të tillë. Po, ai domethënë nga burgim përjetshëm mund të përfundoj me 10 vite, ndoshta më pak edhe largojnë. Pa kanë si ka. Po unë po them domethënë që ai dhe në rastin konkret kjo është një, si thua, një lloj win-win story. Pra, fiton ai që drejtësia sepse zbardh 1001 çështje, fiton dhe ai që foli. Okej? E kanë hequr këtë. E kanë hequr? Po, ose, më mirë që t'jem korrekt. E kanë transformuar. E kanë transformuar. Çfarë i kanë bërë? Që do të thotë domethënë që tani, jo domosdoshmërisht ai që flet, që bëhet i penduar i drejtësisë, përfiton. Nuk përfiton fare. Pra ti kërkon të bëhesh i penduar i drejtësisë, pra të spionosh, po them unë, por ty nuk të jepet as edhe një lloj benefiti për shkak të kësaj që bën. Pra ti e bën për Mother Earth. E kuptoj. Thënë, tradhton shoku se do t'i tradhtosh, po jo se përfiton diçka nga drejtësia. Po. Tani pyetja që çfarë kanë bërë? Kanë dashur të reduktojnë kosto? Jo, Mario, dëgjoj. Jo, sepse shteti, okej, jepi. Dëgjoj. Ka dy gjëra. E para një herë, e para fare, tu mbyllin gojën tradhtarëve. Po. Që mos u thot të gjithë njerëzit domethënë që të këtyre çështë morali, se i thot njerëzve, po, ai e moralisti o zotëri i nderuar, po, bëhe për popullin, për masën këtë, fol, tregon të vërtetën. Po ka kriminal me moral më zotëri i nderuar? Po s'mori gjë mbrapsht. Po, s'mori gjë. E dyta, po u thot këtyre, o zotërin, po, qepeni gojën, mos flisni më, se s'do keni përfitim nga kjo. Qepeni gojën, mos flisni më, se nuk do keni asnjë lloj përfitimi nga kjo gjë. Qoftë edhe në politik, se këtu. Prit, të ishte ta e treta. Kjo nuk vlen për botën e krimit. Nuk është bërë për botën e krimit kjo. Nuk po i thot Nureddin Dumanit mos nxjerr shokët i për vrasjet që ke bërë, se nuk i intereson fare. Bëj çfarë duash ti. Po i thot Arben Ahmetajt mos u bëj i dënuar i drejtësisë, i penduar i drejtësisë të tregosh sekretet e kësaj se ti nuk do përfitosh nga kjo gjë. Ulje dënimi. Po i thot atij në punësit të shtetit, të administratës, mos e denonco Belinda Ballukun o zotëri i nderuar, se ti nuk do përfitosh po e denoncove. Çepe gojën. Nuk përfiton gjë valla. Atë pse po e denoncon? Ja, këtë nuk e kisha lexuar unë për shembull. Po jo, pra jo, kjo është e vërteta, prandaj të thash. Ja, në detaje fshihet. Fshihet atje ku ty nuk ta merr mendja. Të gjithë u morën me pakimin dyshë i të një orë njerëz. Mos u dha problem do të fusin njerëz trut e gomar. Ore hallësh në fund. Ma le tani mos u bëni kështu. Avokat, nuk kanë faj njerëz dhe nuk ka faj media, jo ta them me sinqeritet. Ja, edhe tip tani po jep po ushqen një kataklizëm populiste këtu. Tani dëgjoj se çfarë po them unë, nuk është kjo problemi. Jo, më kuptove çfarë po thon. Nuk kanë faj njerëzit që i trembën kësaj se e bëri nenaj të fut në burg. Nuk ka faj miliri që i trembet. Por, ti thosh këtë tani, çfarë fshihet? Kjo është ajo e bukura. Dhe unë prandaj po të dëgjoj me shumë vëmendje. Neni, 28 që zhduk bashkëpunëtorët e drejtësisë. Jo të krimit. Se nuk është bërë për ata. Pra, është bërë zhduk tradhtarët në politikë. Po, mor burr. E thon thjesht. E thon, i thot atij të bashkisë, atij të nënpunësit të ministrisë, të prokurimeve, o zotëri i nderuar, mos u lodh që të shkosh atij të flasësh kundër Iran Veliajt. Mos u lodh shkosh fras kundër Belinda Ballukut, sepse nuk ke për të pas asnjë lloj përfitimi. Dhe kjo është ligj tani. Është ligj kjo. U miratua. Po, u miratua. U miratua. Dhe
Tani isha betuar që s'do flisja për opozitën. Po lërë mos fol, mos folë më lërë. Doli në njëri ta thotë se kanë shumë avokatë të opozitës atyre. Ka shumë juristë me bon sense të dëgjuar aty.